Sipas statistikave në Shqipëri ndodhin rreth 500 zjarre në vit, si pasojë e pakujdesisë brenda ambienteve të shtëpisë. Bombulat e gazit, luhatjet e tensionit, cilësia e dobët e punimeve elektrike kanë qenë shkaqet më të zakonshme të këtyre zjarreve. Apartamente të shkrumbruara, prona në dyqane, dëmtime të komshinëve kanë sjellë pasoja të jashtëzakonshme për mundësitë financiare të dëmtuarve. Rasti i fundit në Vlorë, ku një apartament në rrugën Pavarësia u shkëmbrua nga flakët, e ilustron qartë rrezikun që i kanoset çdo pasurie. Po sa janë shqiptarët të ndërgjegjësuar për rreziqet që mund të vijnë banesave të tyre nga zjarri, tërmeti dhe përmbytjet, ja çfarë thot zoti Avni Ponari, drejtori i përgjithshëm i Sigal. Përveç humbjes së apartamentit të një personi, ajo krijon dhe konflikt me komshit, pra vlera e domit është shumë e konsiderueshme. Dhe për këtë, në qoftë se ke një policë sigurimi dhe je i siguruar, do përfitosh vlerën e dëmit shkaktuar në apartamentet tënd, por nga ana tjetër do përfitosh edhe mbulimin për apartamentet e tjera dhe dëmet që ke shkaktuar ti të tjerëve për shkak të këtij zjarri. A kushton shumë të sigurosh pronën? Sigurimi i një apartamenti kushton vetëm 50.000 lekë të vjetra në vit, një vlerë shumë e vogël. Përfitimet janë të jashtëzakonshme. Primi i sigurimit është më i ulti në Europë dhe garancitë janë natyrisht shumë të mëdha, sepse kjo industri dhe Sigal në veçanti ka treguar që misioni i tij është të paguajë në kohë dhe sa më shpejt dëmet e shkaktuara dhe dëmet e ndodhura nga këto fatkeqësi.